media, fillimisht ju falenderoj për punën që po bëni dhe që keni bërë gjatë tërë fushatës intensive për të përcjellur një maraton të vërtet elektorale, një falëndrim të posaçëm për gjithë qytetarët e Kosovës, e veçanërisht të Gjakovës, me që kam qenë kandidat për kryetar, të cilët qytetarë pra kanë qenë shumë bashkëpunues për të reaguar qoftë në raport me platformën tonë programore, qoftë në raport me kritikat që kemi pas ndaj qeverisë, pra ka qenë një bashkëpunim i jashtëzakonshëm ku qytetarët e kanë ngritur zërin në raport me kandidaturat tona. Sot është ditë e shenjtë, është vota e cila për nga shenjtëria është garantuar edhe nga demokracia edhe nga kushtetuta jonë. Prandaj ne i bëjmë ftesë gjithë qytetarëve që pas tërë i bashkëpunimit që kemi pas për gjatë këtyre pothuajse 2 muajve, sot e kanë momentin ku zërin e tyre ta deponojnë në kuti dhe me këtë votë ta vendosin fatin e ardhshëm edhe për 4 vite për komunën e Gjakovës. Unë uroj zgjedhje të lira, zgjedhje demokratike, ashtu sikur se ka hije edhe Kosovës, por edhe Gjakovës, dhe uroj më të mirën edhe për Kosovën, edhe për komunën tonë të dashur e për cilën ne përkushtohemi në mënyrë të vazhdueshme. Ju falenderoj edhe një herë gjithëve që keni përcjell zhvillimet politike elektorale dhe ju falenderoj veçanërisht qytetarët për angazhimin e tyre. Ju falenderoj shumë.